Edhe kjo është në qytetin e Vlorës, shoqëruar me mod të paqëndrueshëm dhe erë të fortë. Prej datës së 13 mars, lundrimi në det për mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshqimit vijon të qëndroj i pezulluar, ndërsa prej ditës së djeshme, pra prej datës 14 mars, i pezulluar është lundrimi edhe për tragjetën e linjës Vlorë Brindisi. Sipas njoftimit të kapitenerisë, era është e fortë, ndërsa lartësia e dallëve shkon nga 1.5 deri në 2 metra brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës, ndërsa pritet që përmirësimi i situatës dhe lundrimi normal i tragjetit linjës Vlorë Brindisi por dhe mjeteve të tjera lundruese të nisë vetëm prej ditës së diel prej orës 8. Jo vetëm mjetet e vogla, pezullimi i lundrimit në Vlorë edhe për tragjetin e linjës me Italinë. Kështu kjo është shoqëruar me mod të përkeqësuar dhe erë të fortë. Prej 13 marsit lundrimi është pezulluar për mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshqimit, ndërsa prej ditës së djeshme pezullimi vijon dhe për tragjetin e linjës Vlorë Brindisi. Sipas kapitenerisë së portit në Vlorë, forca e detit është deri në 7 ballë në gjirin e Vlorës dhe jashtë saj, ndërsa lartësia e dallgëve shkon në 1.5 deri në 2 metra. Pritet që përmirësimi i kushteve hidrometeorologjike të jetë prej ditës së diel, kur dhe do të nisë normalisht lundrimi për të gjitha anijet e peshqimit, si dhe për tragjetin e linjës me Italinë.